Mirëdita miq të dashur, të njohur dhe të panjohur. Të panjohurit janë të shumtë, nuk diskutohet. Po që në vazhdim, një pjesë e tyre bëhen të njohur. Në virtualitet. Sigurisht, nuk është e pamundur edhe njohja në realitet. Si thuhet, mali me malin takohet, njeriu me njeriu. Kudo ku mund të jenë në skajt e botës, rastësia mund t'i takojë. Si që thash, isha në Korçë dhe në një shtëpi fatkeqësisht tani është e pabanueshme, nuk banon njeri. Në arshivën e sendeve dhe të librave të mi të blerë që në kohën e fëminisë, adoleshencës, së rinisë, e nostalgji dhe ndjeva një dëshpërim në vetvete kur i pash tërë ato libra. Thash, unë i kam lexuar, o zoti i madh. Tani lexojmë më pak, e pranojmë. Zgjodha 1, 2, 3, 4, i mora me vete në Selanik. Këtë radhë do t'ju tregoj një librushkë të vogël filozofike. Që i përket kujt? Bashkëpunëtorit të ngushtë të Marksit, Engelsit. Zhvillimi i socializmit nga utopia në shkencë. Ajo që dua të them, pa bërë shumë teorira dhe filozofira, se bota në këto teoritë është bërë mishmash. Ka keq interpretime, nga alergjia që krijoi komunizmi në thonjza, socializmi në thonjza në vendet lindjes, edhe në Shqipëri diskutohet, është krijuar edhe një urrëtie, deri në urrëtie, përshmimi dhe urrëtie ndaj teorisë së Marksit, Engelsit. Nuk po flas për Leninin e Stalinin, nuk më interesojnë ata fare, për mua nuk hyn në këtë teori të Marksit dhe të Engelsit. Mund të flas ndonjëherë tjetër për pse e thash këtë gjë. Dua të them këtë. Po të jetonin sot Marksi dhe Engelsi, vetëm ndryshime shumë të vogla në fjalën, në terma që kam përdorur për kohën, se ishin adekuate me realitetin e asaj kohe, me raporte sociale, shoqërore të asaj kohe, pra edhe me fjalorin e asaj kohe. Pak ndryshime do bënin, pra ato terma do ndryshonin, por shumë pak ndryshim do bënin në thelbin e teorisë së tyre. Sidomos të teorisë ekonomike. Kapitali do mbetesh kapital. Edhe ashtu ka mbetur, përdisa e studiojnë edhe në vendet kapitaliste. E studiojnë për interesë të tyre, dhe bravo, se mase diçka marrin në shërbim të sistemit kapitalist. Po ama, po të marrin diçka, futin edhe elementë të atij sistemi të arshëm që predikonte Marksi dhe Engelsi. Këtë dua të them që ndryshime të vogla do bëni. E them me sinqeritet këtë. Nuk bëhet fjala as pak për pseudo sistemin socialist në vendet e lindjes. Nuk ka patur socializëm të vërtetë pas 44-s e këtej. Po edhe para. Po flasim për Bashkimin Sovjetik në kohën e pas revolucionit 1917-s me Leninit. Nuk ka patur socializëm të vërtetë. Pse në? Edhe thot të themi njërë tjetër. Kjo broshurë më bindi edhe njërë. Falezimi pas kam bërë drejt të marrë. Shko kur është blerë. 15/8/1975. Unë i 57-ës, 18 vjeçar kam qenë. Asë një 18 vjeçar nuk çante kokën të vinte të blinte librushka të tilla. Çmimi 2.5 lek. Sa një kulaçka, po kulaçka ishte me shtrent, edhe të morja. E ajo që më bëri
Jo, përshtypje në thonjza, se unë e di një vetë që ato libra e kam masakruar prap në thonjza me nënvizimet e mia. Edhe u binda kur hapa faqet po e lexonja këto ditë. Shkojmë. Nënvizime. Shumë interesante është. Vetëm fraza do lexoj nga ky libër, pa analizë, pa stërzgatje. Sa për kuriozitet. Se themi që jo teoria e materializmit tjera e shpiku nga Marxi dhe Engelsi, këto janë, të thëna, edhe a priori dhe panjohje, e nuk e di për çfarë arsye janë thënë. Sepse themeluesi, si thotë këtu, i vërtetë i materializmit anglisht për shembull, është Baconi. 1561, 1626. Pas kam shnuar edhe këtu vetë, se i kërkonja unë, shky Baconi, për të lexuar për teorinë e tij. Aq sa mundja, se në atë kohë ishin të kufizuara gjërat, por ky libër është përkthyer tamam. Një frazë. Vetia e parë dhe më kryesorja nga të gjitha vetitë që përmban në vetvete materia është lëvizja. Jo vetëm si lëvizje mekanike dhe matematike, por edhe më tepër si impuls, frymë gjallë, tension, ose po të përdorim shprehjen e Jakob Böhmes si një mundim i materjes. Hajde. Kush e kundërshton? Nuk mund të ndahet mendimi nga materia që mendon. Fakturim, Perceptimet tona përputhen me natyrën objektive të sendeve të perceptuara. Dhe një gjë që ne vetë mund ta bëjmë natyrisht, nuk mund ta quajmë më të panjohshme. Jeta, që nga format e saj më të ulta deri te më të lartat, nuk është gjë tjetër veçse mënyra normale e ekzistencës së trupave albuminoid. Shkaku i fundit dhe forca lëvizjeve vendimtare të gjitha ngjarjeve historike të rëndësishme janë zhvillimi ekonomik i shoqërisë, ndryshimet e mënyrës së prodhimit dhe të këmbimit, ndarja e shoqërisë në klasa të ndryshme, që lind së këtemi dhe lufta e këtyre klasave midis tyre. Fshatarët janë ajo klasë e cila pas fitores së korrur rënohet në mënyrë të pashmangshme për shkak të pasojave ekonomike të kësaj fitoreje. Duke skërfitojnë, po e psojnë. Vazhdojnë. Se këtu është si yrje e kësaj librushke. E këtu fillon zhvillimi i socializmit nga utopia në shkencë. Socializmi sotëm, nga përmbajtja e vet, flasim për 1870 ca vitin. Socializmi sotëm, nga përmbajtja e vet, është para së gjithash rezultat i studimit nga njëra anë të kontrasteve klasore që sundojnë në shoqërinë e sotme midis të pasurve dhe të varfërve, midis kapitalistëve dhe punëtorëve me mëditje, dhe nga ana tjetër të anarkisë që mbretëron në prodhim. Por nga forma teorike vet, ai paraqitet në fillim vetëm si një zhvillim i mëtejshëm dhe më konsekuent i parimeve të formuluara nga iluministët e mëdhenj francezë të shekullit të 18. Si çdo teori e re, socializmit ju desh të nisej para së gjithash nga material ideologjik që ishte grumbulluar para tij, megjithse ai kishte rënë të thella në faktet ekonomike materiale. Pra nuk e shpiku Marxi apo Engelsi. Mendimtarët e mëdhenj të shekullit të 18, ashtu si dhe gjithë paraardhësit e tyre, nuk ishin në gjendje të dilnin nga caqet që u vinte vetë epoka e tyre. Borgjezia që në çastin kur lindi ishte mbarsur me të kundërtën e vet.
Kapitalistët nuk mund të ekzistojnë pa punëtor me mëditje, dhe po ashtu, si kundër mjeshtri i esnafeve mesjetare u zhvillua dhe u bë borgjezi sotëm, qiraku i esnafeve dhe mëditësi që punonte jashtë esnafeve u shndëruan në proletar. Them që termi proletar do ta ndronin, se sot, të themi të drejtën, në këto vendet kryesore, Evropës e Amerikës e kudo, nuk ka më proletarë, ka klasë punëtore në tjetër nivel. Pastaj erdhën thot 3 utopisët e mëdhenj. Saint-Simoni, te i cili krahas tendencës proletare ende deri diku ndikimi i tendencës borgjeze, Fourieria dhe Oweni, i cili në vendin ku prodhimi kapitalist kishte arritur zhvillimin më të madh dhe në ndikimin e kontrasteve të lindura prej tij, artoi një varg projektesh për të zhdukur dallimet klasore në formë një sistemi që lidhej drejt për drejti me materializmin francez. Karakteristike përbashkët për të tre këta është se ata nuk paraqiten si përfaqësues të interesave të proletariatit, i cili historikisht kishte lindur në atë kohë. Si dhe iluministët, ata duan të shlirojnë menjëherë gjithë njerëzimin dhe jo ndonjë klasë shoqërore të caktuar në radhë të parë. Qartë? Ka patur të tjerë. Tregtia përndroi gjithnjë më shumë në mashtrim. Vëllazërimin e thonjza i shpallur në devizën revolucionare gjeti realizimin e vet në mashtrimet dhe në smirin që pjell konkurenca, vendin e shtypjes me dhunë e zuri korruptimi. Po që atëra. Dhe në vend të shpatës, leva kryesore pushtetit shoqëror u bë paraja. Paraja? Sot është paraja. Ç'në në atë kohë? E drejta e natës së parë kaloi nga feudalët te fabrikantët borgjez. Prostitucioni mori përpjesimet pa dëgjuara, madje vetë martesa mbeti, sikurse edhe më parë, një formë prostitucioni e njohur me ligj, një maskë zyrtare e tij, duke u plotësuar vesaj me shkelje të shumta të kurorës, etj. Hajde gjera, hajde. Kok, jo llafe. Papjekurisë së prodhimit kapitalist, papjekurisë së marrëdhënieve klasore, u përgjigje dhe papjekuria e teorive. Po në këtë vepër ai vënë dukje, kush e ka thënë, por ajo që thekson në mënyrë të veçantë Saint-Simoni është kjo: kudo dhe kur do erë, atij intereson në radhë të parë fati i klasës më të madhe në numër dhe më të varfër. Ai vënë dukje se sundimi i terrorit në Francë ka qenë sundimi i masave të varfëra. Por të kuptojë se revolucioni francez ishte një luftë të klasash dhe jo vetëm midis fisnikëve dhe borgjezisë, por edhe midis fisnikëve, borgjezisë dhe të varfërve, ky më 1302 ishte një zbulim nga më gjenialët. Vlerësojnë edhe kokat e tjera. Ka shumë interesante, po nuk dua t'ju lodh. Një përfiturim i saktë për universin, për zhvillimin e tij, për zhvillimin e njerëzimit, si dhe për pasqyrimin e këtij zhvillimi në mendjen e njerëzve, mund të arrihet vetëm me rrugë dialektike, duke ndjekur vazhdimisht veprimin e përgjithshëm reciprok midis lindjes dhe zhdukjes, midis ndryshimeve progresive dhe ndryshimeve regresive. Dhe pikrisht në këtë frymë veproi menjëherë filozofia moderne gjermane, nga e cila ditën shtumarin e shteheqin Marxi dhe Engels. Kjo filozofi moderne gjermane kurorëzua me sistemin e Hegelit, si ka thënë Marxi, kur ishte 20 vjeçar, u bëm të gjithë hegelian, ka thënë. Merita e madhe e cilit është se ai e paraqiti për të parë në gjithë botën natyrore, historike dhe shpirtërore si një proces, domethënë në lëvizje, në ndryshim, në transformim dhe në zhvillim të vazhdueshëm, dhe u përpoi të zbulonte lidhjen e brendshme të kësaj lëvizje dhe këtij zhvillimi.
Tani socializmi nuk shikohet më si një zbulim i bërë rastësisht nga kjo ose ajo mendje geniale, por si rezultati domosdoshëm i luftës midis dy klasave të lindura historikisht, midis proletariatit dhe borgjezisë. Kuptimi materialist i historisë nisën nga teza se prodhimi dhe fill pas prodhimit, këmbimi i produkteve të tij përbën bazën e çdo rendi shoqëror, se në çdo shoqëri që del në skenën e historisë, shpërndarja e produkteve dhe bashkë me të edhe ndarja e shoqërisë në klasa ose në rende përcaktohet nga ajo që prodhohet, nga mënyra si prodhohet dhe nga mënyra si këmben produktet e prodhimit. Ndërsa futja dhe përhapja e makinave solli zëvendësimin e miliona punëtorëve të punës së dorës me pak punëtorë që drejtojnë makinat, përsosja e makinave sjell zëvendësimin e një numri gjithnjë më të madh punëtorë që punojnë me makina dhe më në fund rrit shumë ofertën e krahëve të punës, që është më e madhe se kërkesa mesatare e kapitalit për to. Shteti sotëm prap se prap nuk është gjë tjetër veçse organizata që krijon shoqëria borgjeze për të mbrojtur kushtet e jashtme të përgjithshme të mënyrës kapitaliste të prodhimit nga çdo atentat, si nga ana e punëtorëve ashtu dhe të kapitalistëve të veçantë. Shteti sotëm, cilado qoftë forma e tij, është nga vetë thelbi vetë një makinë kapitaliste, shtet i kapitalistëve, kapitalist kolektiv ideal. Edhe këtë të fundit do lexoj. Kur shteti të bëhet më në fund me të vërtet përfaqësues i gjithë shoqërisë, atëra ai vetë bëhet i tepërt. Kur të mos ketë asnjë klasë shoqërore që të jetë nevoja të mbahet e nështruar, kur të zhduken bashkë me sëndimin klasor, bashkë me luftën për ekzistencën individuale që lind nga anarkia e sotme e prodhimit, ndeshjet dhe tepërimet që burojnë nga kjo luftë, atëherë nuk do të ketë më se çfarë të shtypësh, nuk do të ketë më nevojë as për një forcë të posaçme shtypse për shtetin. Akti i parë me të cilin shteti del me të vërtetë si përfaqësues i gjithë shoqërisë, marrja në zotërim e mjeteve të prodhimit në emër shoqërisë, është në të njëjtën kohë akti i fundit i pavarur si shtet. Atëherë ndërhyrja e pushtetit shtetëror në marrëdhënie shoqërore do ngadalë bëhet e tepërt në njërin deg pas tjetrës dhe pushon vetvetiu. Vendin e qeverisjes së personave do ta zerë administrimi i sendeve dhe drejtimi i proceseve të prodhimit. Shteti nuk hiqet, ai shuhet. E tjera. Nga kjo kokë geniale. Kaq.